Kryetari i komunës së Preshevës Rami Mustafa dhe ai i Bujanocit Nagip Arifi janë takuar me ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës Ram Buja. Sipas kryetarit Mustafa, qëllimi thelbësor i këtij takimi ishte që të diskutohet për çështjen e kuotave për studentët e rinj të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medveq. Ndërsa ministri Ram Buja ka premtuar shqyrtimin e kërkesës së kryetarëve nga Lugina. Dhe në këtë drejtim janë përfshirë diku mbi 660 vende në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë dhe Universitetin Publik Kadri Zeka në Gjelan. Për gjitha ato drejtime, fakultetet që ka Universiteti Kadri Zeka, kemi dhënë një propozim të kuotave të cilat padyshim se do të jenë në mundësi gjitha ata maturant që orientohen për në Gjelan do të regjistrohen. Padyshim se edhe në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtinë do të mund të regjistrohet një numër i konsiderueshëm i kandidatëve maturant nga Lugina Preshevës, sepse me këtë propozim kemi paraparë dhe fakultetet që viteve të tjera nuk kanë qenë në listën e kuotave të lejuara që miratonte Ministria e Arsimit. Prandaj kemi qenë me kohë që para se të jepet lista nga Universiteti i Prishtinës në propozim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që të ndërhyjmë në mënyrë që të parashihen dhe fakultetet të cilat viteve të tjera nuk kanë qenë. Sipas kryetarit Mustafa, këtë vit ka kuota të mjaftueshme për gjithë ata që duan të studiojnë në universitetet e Kosovës. Kësaj radhe kemi përfshirë dhe komunën e Medvegjës, për cilën janë rezervuar më shumë se 60 kuota në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Gjelanit, sepse i kemi dhënë mundësi që kandidatët nga Medvegja edhe përkundër asaj që nuk janë më shumë se 12 maturant, të mund të zgjedhin në fakultete të ndryshme dhe do të mbeten kuota të mjaftueshme në pozicionin e tabelës kuotave për komunën e Medvegjës, po megjithatë konsideroj se ato më vonë mund të shfrytëzohen nëse nuk janë të mjaftueshme për Preshevë dhe Bujanoc edhe kuotat e Medvegjës. Dhe një duhet bëhet me dije për gjithë maturantët se në Prishtinë do t'i nënshtrohen provimit kualifikues, me që rast do të garojnë ndërmjet veti kandidatët nga Presheva, ndërmjet veti për kuotat e Bujanocit do të garojnë kandidatët nga Bujanoci, ndërmjet veti do konkurrojnë kandidatët nga Medvegja. Dhe në këtë drejtim nuk do të ketë interferim të kuotave që Presheva të merë ndonjë kuotë Bujanocit apo e kundërta, por secili ka të garantuar kuotat e saj, sepse është paraqitur një defekt viteve të tjera, ka ndodhur që kandidatët nga njëra komunës e tjetra të marrin më tepër dhe të krijohet doza dyshimit se cili nga kryetarët e komunave ka pas ndikime më të mëdha apo ngjashme dhe spekulime të konsiderueshme, por gjithsesi kanë pas parasysh suksesin. Kryetari Mustafa premton se asnjë maturant këtë vit nuk do të mbetet pa u regjistruar në fakultetin për të cilin ai përcaktohet.